Kom fillu me pika pak kur fillu me fakultetin e arteve dhe normal kur u kthesha në banesë e kisha një farë frike shumë të madhe, nuk e di as vetë pse. Edhe kur u kthesha rrugës, gjithmonë e kthesha kryt mrapa dhe kisha frikën mos po vdes në atë gjendje. Edhe tu kthi rrugës e lash një lmosh, po e tregoj këto si rast 20 cent, edhe thash Allah bënë për shpirt gjyshës tem, edhe një mëj asaj. Kur u ktheva mrena në spital, gjysha jem që është në smuti, tha gjithë jepja do parë dhe i mora 20 euro. Mas 15 minuta e mora një telefonat për i teatrit kombëtar se merr një projekt i ri në teatr kombëtar. Fillimisht po du me thonë veç një sen, po du me fillu me qëta. Profesori jam, thë një artist ose një aktor i madh, nuk mundet me ka një artist i madh pa ka njeri mirë. Kështu që në këtë rast, njerëz të këtë kuptojnë edhe zakonisht aktorët i shohin si njerëz të përdal pak, që pinë, përdorin lanë narkotike, po në këtë rast, feja mu veç që më kanë ndihmu për me ka një aktor në, po mënoj, fillimisht njëri, edhe mi kuptu njerëz tjerë shumë a mirë, se për shkak feja të na kështë kuptohet se është jo radikale, jo nuk lejen me ba shumë sene, feja vishë kallëzën që është mirë me ba, kështu që ti e bën që ata që është e mirë dhe pa tjetër që dalin senet mira. Qyshe ka gjithë vetën e Dliri në fe? Kur ka qenë hera e parë që ka falë namaz ose ka agjerua, e bën mend që ndjesi, qysh ka qenë? Qysh se mbajnë mend, po. Kur fillova fakultetin e artëve, i rritash, kjo është historie jeme që se kom të regu dikon tjetër, po të regoj të ti për shkak se të kam edhe miket shpisë edhe njimi. Kom fillu me pika pak kur fillu me fakultetin e artëve dhe normal kur u kthesha në banesë e kisha një farë frike shumë të madhe, nuk e di as vetë pse. Edhe kur u kthesha rrugës, gjithmonë e kthesha kryt mrapa dhe kisha frikën mos po vdes në atë gjendje. Edhe gradualisht fillova me kuptu që diçka është mrena me të ndodhë diçka që kjo që jem të e banë nuk është në regullë dhe më thikit diçka mrena vetës, këfillu, udhëzohu. Edhe gradualisht fillova me u largu ka pak alkoolit, ajo që kom pi shumë se më ka një ri, po që është të dëmshme edhe e kam një rast në familje, ishtë smut gjysha jam, edhe shkova mi bli diçka për me hangër, një gjevrek edhe një jogurt, kur njët nuk e harroj, ka vdekra me të shpirti pas asaj. Edhe tu kthi rrugës e lash një lmosh, po e tregoj këto si rast 20 cent, edhe thash, Allah bënë për shpirt gjyshës tem, edhe një mëj asaj. Kur u ktheva mrena në spital, gjysha jem që është në smuti, tha gjithë jepja do parë dhe i mora 20 euro. Mas 15 minuta e mora një telefonat për i teatrit kombëtar se merr një projekt i ri në teatr kombëtar. Mas 30 minuta më thërëm prap edhe me një shfaqje tjetër, edhe kur se harroj, unë veç kisha fillu me mendu me këty rrugës Zotit edhe ishtë ditë e premte, kom shku në banesë, jam pastru, kom ardhë kur se harroj mi ka bashkë me ty edhe me bashkëshortën temë që Ndrejsa Kajtazin, edhe e kena pika një kafe dhe ja kom ba unë për shkoj për falit gjëman. Kur se harroj më kujtohet si sot, elhamdulillah prej asaj dite shku në 7 vjetë, e inshallah vdes kështu.